Ky është shteti më i sigurt në botë, i treti më i lumturi dhe një pagë mesatare 4.500 euro. Islanda nuk njihet vetëm për natyrën e saj mbreslënse me akullnaja, ujëra termale dhe aurora boreale, por edhe për cilësinë e jetës që ofron qytetarëve të saj. Së fundmi, vendi është shpallur si vendi më i sigurt në botë dhe renditet i pari në listën e kombeve më të lumtura, duke e kthyer në një prej destinacioneve më të dëshiruar për të jetuar në Evropë. Një nga faktorët që e bën më tërheqës është fuqia e tij ekonomike. Paga mesatare në Island arrin rreth 4.500 euro, shoqëruar me një ekonomi të qëndrueshme dhe një sistem shëndetësor cilësor. Këto element sigurojnë një nivel të lartë mirëqenie për qytetarët. Edhe një renditje globale për vendet më tërheqëse për emigracion, Evropa dominoi me emra si Zvicra, Luksemburgu, Norvegjia, Irlanda, Danimarka dhe Holanda. SBA u pozicionua në vendin e 7, ndërsa Mbretëria e Bashkuar ra në vendin e 19. Ndërkohë, një tjetër klasifikim mbi lumturinë konfirmoi edhe një herë përsinë nordike. Finlanda u shpoll vendi më i lumtur për të 8 vit radhazi, e ndjekur nga Danimarka dhe Islanda. Në kontrast, SBA zbriti në vendin e 24, Britania e Madhe në të 23, ndërsa fundi i listës i përket Afganistanit, Sierra Leones, Libanit, Malavit dhe Zimbabves. Kosova për siguri renditet në vendin e parë në Evropë, por për lumturi dhe ekonomi qëndrojmë ende larg. Sa mendoni që do të kishte me qenë mjaftueshëm paga mesatare në Kosovën tonë të dashur? Komentoni më poshtë.